Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Shikues dhe ndëgjues të nderuar të kanalit ton, kanali pra Kandili i Diturisë. Mirë se vini edhe sot në emisionin ton, ku sot dhe kemi Hoxh Bashkimaliun lidhur me temën veçoritë e Ramazanit. Para se të fillojmë, dëshiroj që në emrin timin personal dhe të gjithë emisionit që t'u uroj fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit, muajit të bekuar të Ramazanit, duke shpresuar që Allahu i Madhreshëm do të na i falë mëkatet tona dhe në fund të dalim nga ky muaj fitimtar, duke qenë prej atyre me të cilët Allahu i Madhreshëm është i kënaqur me neve, duke shpresuar se ky muaj të bëhet shkas për faljen e mëkateve dhe gjithashtu që ne të jemi prej atyre të cilët do të hyjnë në mëshirën e Allahut të Madhreshëm dhe në ditën e gjykimit të jemi prej atyre të cilët Allahu do të na thotë hyni në xhenetet e mia në përjetësi. Duke shpresuar se ky muaj të bëhet shkas i çdo të mire, shkas i mëshire, shkas i shtrirjes së duarve ndaj njëri tjetrit, që të pajtohemi me njëri tjetrin, që të kemi suksese së bashku, duke shpresuar se ky muaj të bëhet shkak për shumë e shumë suksese të pafundme ndaj neve dhe gjithë të besimtarët e sidomos besimtarët musliman shqiptar kudo që janë në botë. Allahu na i pranoj gjitha adhurimet dhe sakrificat që do t'i bëjmë gjatë këtij muaji dhe duke shpresuar që me fuqinë që do të marrim nga ky muaj do të vazhdojmë ashtu edhe mas Ramazanit për muajt e tjerë. Hoxha Efendi, selamu alaikum dhe një herë dhe juve mburime muaji i bekuar i Ramazanit. Wa alaikumus salam për ju dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat të cilët janë duke na ndjekur, po ashtu edhe unë ju auguroj juve dhe gjithë vëllezërve dhe motrave muajin e bekuar Ramazan, me lutje për Allahun xhaleshanu që inshallah të na ketë pranuar agjërimin ton, ibadetet tona që i bëjmë në këtë muaj dhe të na mundsoj që të dalim nga ky muaj fitimtar në kuptim të përfitimit sa më të madh të shpërblimeve që Allahu i Madhreshëm i dhuron për ata të cilët u përmbahen urdhrave të tij, agjërojnë këtë muaj, kryejnë namaz dhe e bëjnë atë me çka Allahu i Madhreshëm është i kënaqur. Allah e shpëbleft dhe sot si çdo javë që do të patunshëm në rrugën e davetit dhe gjithashtu do të çdo javë merr pjesë në emisionin ton për ta shpërndarë fjalën e Allahut të Madhreshëm. Faleminderit dhe juve inshallah edhe ju keni shpërblim për këtë moderim që e bani dhe shpresoj që këto fjalë të jenë të dobishme edhe për mua, por edhe për ata të cilët i dëgjojnë. Ju njoftoj edhe një herë pra si zakonisht dëgjues të nderuar dhe shikues të nderuar që mund të inkuadroni nëpërmjet WhatsAppit tim personal +4475338787766, ashtu siç po e shihni edhe në fundin e ekraneve të tuaja, por gjithashtu mund të inkuadroni edhe nëpërmjet Facebookit tim Shpëtim Sjarina, por pse jo edhe nëpërmjet dy kanaleve të YouTube-s, ku aty jemi duke u transmetuar tani drejt për drejt në kanalin tim personal Shpëtim Sjarina, por gjithashtu edhe në kanalin të emisionit Kandili i Diturisë. Mund të inkuadroheni gjithashtu me shkrim edhe nëpërmjet faqes së TikTokut, ku aty jemi tani në live-in tim pra Shpëtim Sjarina, dhe aty mund të inkuadroheni duke ngritur në panel me vapitër me ose me shkrim. Pra deri atëherë derisa ta përfundon hoxha nderuar ligjëratën e tij, ne do të ndëgjojmë ligjëratën dhe pastaj do të vijmë me pyetje dhe përgjigje. Hoxha nderuar, fjala është për ju, Allahu ju shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe lavdërimet të sinqerta i takojnë të Madhit Allah xhaleshanu.
Përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Edhe një herë selam aleikum, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Normalisht pasi jemi në muajin Ramazan, është normale dhe është e rëndësishme në fakt që të flasim rreth këtij muaji të bekuar, këtij muaji i cili jo vetëm për ne si musliman, po ndikimi i tij shtrihet edhe për te nesh, pra për te komunitetit musliman, gjithsesi ka një karakter ndërkombëtar, ashtu që kur vjen ky muaj pra nuk ngelet në botë askush pa marrë vesh dhe pa u informuar se ka ardhur muaji Ramazan. Veçanërisht në këtë kohë kur kemi të bëjmë pa me kohën e rrjeteve sociale, të mediumeve masive kështu me radhë, gjithë kjo ka bërë që pra Ramazani të merr një jehon të madhe dhe mos të ndalet, në fakt mos të kufizohet vetëm në taborin musliman, komunitetit musliman, por ta shtrijë pra rezatimin e tij dhe ndikimin e tij dhe më së paku informata për të shpërndahet pra edhe tek pjesëtarët e komuniteteve të tjera fetare. Është e rëndësishme që ne si besimtar të jemi të informuar realisht për disa gjëra që kanë të bëjnë me këtë muaj të bekuar. Po ashtu të jemi të informuar edhe për farzin më të theksuar në të agjerimin, për shkak se ky muaj dallohet me agjerim dhe normalisht siç është edhe tradit në viset tona, pra në vendlindje, gjatë Ramazanit për çdo ditë ka ligjërata. Dhe kjo është me të vërtet një praktik e mirë, për shkak se në Ramazan kanë nevojë njerëzit të informohen çka e prish, e çka nuk e prish, e çka është e pëlqyeshme, e çka nuk është e pëlqyeshme në Ramazan të bëhet kështu me radhë. Pra edhe ajo që ka ngelur pra në viset tona që për çdo ditë në Ramazan të ketë ligjërata, realisht është shumë e logjikshme dhe ka një bazë shumë të fortë, për shkak se kemi nevojë në këtë muaj të bekuar edhe më së tepërmi të informohemi dhe për atë hoxhallarët tonë të nderuar tradicionalisht pra prej kohëve më të hershme e kanë bërë që në muajin Ramazan veçanti të ketë ligjërata ditore, për shkak se normalisht gjërat edhe harohen dhe ka nevojë që të përsëriten. Ajo që ne sonte do të flasim ka të bëjë pra në fakt me veçoritë apo karakteristikat e muajit Ramazan. Çka e dallon apo me çka dallohet muaji Ramazan nga muajt tjerë? Realisht më e theksuara në kuptimin juridik është ajo se është muaj i agjerimit. Dhe në këtë drejtim thash juridik kemi të bëjmë me një obligim. Pra është muaj Ramazan është muaj i obligimit të agjerimit. Normalisht muslimanët agjerojnë edhe jashtë Ramazanit. Agjerojnë të hënë e të enjte, agjerojnë 3 ditët e bardha që njihen si ditët e mesit të muajit sipas kalendarit hënor, agjerojnë pastaj ditën Ashuras, ditën Arafatit e kështu me radhë, po mund të agjerojnë edhe më tepër se kaq. Agjerojnë në muajin Muharrem, agjerojnë në muajin Shaban, në muajin Rexhep e kështu me radhë. Mirë, po këto agjerime janë agjerime vullnetare apo nafile, nuk janë agjerime të obligueshme. Për dallim prej këtyre agjerimeve që bëhen jashtë Ramazanit, në muajin Ramazan agjerimi është obligim. Pra, për ata të cilët e kanë obligim, janë të kualifikuar të agjerojnë, agjerimi pra në këtë muaj nuk është vullnetar, por është i obligueshëm. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlar thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, juve ju është bërë obligim agjerimi, sikur është bërë obligim edhe atyre që ishin para jush, me qëllim që të jeni të bëheni të devotshëm. Pra ju është bërë obligim agjerimi kur në muajin Ramazan pra.
Dhe ajeti flet qartë se kutibe ju është urdhëruar e ka për qëllim se ai adhurim për ju është i obligueshëm e nuk është pra vullnetar. Dhe realisht muaji Ramazan dallon apo veçohet nga muajt e tjerë pikërisht me obligimin e agjerimit. Do të thotë se muslimanët prej fillimit të këtij muaji deri në daljet e tij sipas kalendarit të hënës pra e agjerojnë një muaj të plot, prej imsakut e deri në iftar. Kjo është një nga veçoritë thelbësore dhe më të theksuara të muajit të bekuar Ramazan dhe pikërisht ajo që i nxit çdo herë edhe të tjerët, pra jo vetëm muslimanët të pyesin si agjerojnë muslimanët, pse agjerojnë kështu muslimanët, a ka mundësi të bëhen ndryshime të agjerimit, të orët të agjerimit, veçanërisht në vitet ku ka një gjatësi më të madhe të ditës ose kur agjerimi vjen në kohën e verës e kështu me radhë. Pra të gjitha këto debate në fakt janë edhe një formë që e aktualizojnë çështjen e muajit Ramazan, pra përmes agjerimit edhe tek pjesëtarët themit besimeve tjera, po ndoshta edhe tek ateistët, tek laikët e kështu me radhë, për shkak se ka implikime të ndryshme, nga më të ndryshme, debatet që zhvillohen për fillimin e muajit, parja e hënës, dalja e hënës re, kështu me radhë, pastaj mundësia e përballimit të trupit të njeriut, agjerimi veçanërisht kur është koha pak më e gjatë dhe kur është në verë, që ka edhe implikime realisht shëndetësore, mjekësore, debate që zhvillohen edhe në këtë drejtim, do të thotë obligimi i agjerimit pra reflekton dhe shihet edhe në shumë fusha tjera dhe për këtë pra edhe Ramazani me obligimin e agjerimit pra na del të ekspozohet faktikisht në arenën ndërkombëtare si një faktor i rëndësishëm edhe i nxitjes të debateve për fen në përgjithësi e jo vetëm për agjerimin si një obligim i theksuar fetar. Normalisht, siç e ka thënë edhe i dërguari i Allahut, agjerimi është njëri nga 5 kushtet apo 5 shtyllat e Islamit. Pra bunjel Islamu ala khamsin, Islami ndërtohet mbi 5 shtylla dhe njëra prej këtyre është edhe agjerimi, pra i cili bëhet në muajin e bekuar Ramazan. Kjo pra është veçoria e parë në atë kuptimin themi juridik se dallon me obligimin e agjerimit. Por Ramazani nuk dallon vetëm me këtë obligim, fakt vetëm me agjerimin si obligim, dallon edhe me disa tipare tjera, dallon edhe me disa veçori tjera. Kur jemi të agjerimi, po ashtu që lidhet në këtë drejtim, është edhe namazi i teravis, që falet në muajin Ramazan. Do të thotë edhe teravia është një tipar, një veçori dalluese e muajit Ramazan, kur realisht besimtarët pra në pjesën më të madhe të vendeve apo të themi veçanërisht në vendet tona falin nga 20 rekat dhe këtu marrin pjesë jo vetëm ata të cilët falin 5 kohë namaz, po marrin pjesë faktikisht edhe muslimanët të cilët pra nuk dallohen me atë si falin 5 kohë të namazit, por kur vjen muaji Ramazan, ja pra që vinë në teravi dhe realisht teravia ka një pamje impozante në kuptim të prezencës së muslimanëve në sasi, në këtë rast pra në namazin e teravis. Por krahas atij aspektit të adhurimit realisht, namazi teravis është i rëndësishëm edhe për diçka tjetër në aspektin shëndetësor. Pse? Sepse muslimani normalisht agjeron gjatë ditës. Edhe tash kur vjen iftari, ai çel iftar, do të thotë ai han. Normalisht se kur ka agjeruar tërë ditën, është rënd kështu të themi, ndoshta të mbash një regjim në ushqim dhe nëse nuk e tepron bile ha pak më tepër se ke hangër si zakonisht jashtë Ramazanit. Dhe tash kjo bëhet në mbrëmje. Pra kur perëndon dielli, gjithsesi asaj ne i themi mbrëmje në akşam, namazin e akşamit.
Dhe kjo do të thotë se pas asaj, pas një kohë ne pastaj shkojmë edhe të flejmë, pas një kohë pra, pak më vonë, dhe nuk kemi kohë për ndonjë aktivitet trupor. Kështu që namazi teravis, krahas aspektit të adhurimit, i cili është thelpsor, i cili është primar në këtë pra, e ka edhe këtë dimension realisht shëndetësor, sepse duke i falë 20 rekat teravi dhe duke ashtuar kësaj edhe namazin e jacis, faktikisht edhe në aspektin shëndetësor ka dobi sepse lëviz trupi. Pas ushqimit që ka konsumuar besimtari pra në iftar, pas asaj pra vjen edhe namazi akşamit, po vjen edhe namazi i jacis me namazi e taravis, dhe kjo e vend trupin në lëvizje, gjithësisht ndihmon edhe tretjen e atij ushqimi që është konsumuar. Pra fillimisht në pyetja adhurimi, nuk diskutohet këtu, por themi ka edhe këtë efektin tjetër që realisht pra ndikon pozitivisht në trupin e njeriut. Pse? Sepse lëviz trupi, harxhon energji dhe në të njëjtën kohë pra ndihmon edhe në tretjen e atij ushqimi që është marrë pra në iftar. Për dallim tazam, nëse nuk kishte qenë namazi i teravis, po edhe namazi i jacis realisht dhe njeriu pas asaj edhe të shkonte në gjumë, normalisht do të randohej edhe më tepër, për shkak se nuk kanë mbrëmje, dihet se aktivitetet trupore, fizike janë të reduktuara. Pra edhe me namazin e teravis, muaj Ramazan pra dallohet në kuptim të asaj se me të vërtet pjesëmarrja e muslimanëve, kështu themi, është masovike në namazin e teravis, me shpresë inshallah që për një muaj duke qenë pjesëmarrës në namazin e teravis, kjo pra të bëhet edhe veprim apo praktik që nuk do ta lënë dhe nuk do ta praktisin edhe pas mbarimit të Ramazanit, sepse ne jemi robër të Allahut e nuk jemi robër të Ramazanit. Pra adhurimin ndaj Allahut duhet bëhet në mënyrë permanente, edhe jashtë Ramazanit e jo vetëm në Ramazan, por themi pra se pikërisht Ramazani për një muaj rresht, duke na mësuar me agjerim, po ashtu edhe me namazin e teravis, në fakt është një shkollë, është një trajnim dhe stërvitje për ne që edhe pas Ramazani të vazhdojmë në zbatimin e urdhave të Allahu xhaleshanu, në veçanti kur është në pyetje falja e namazit. Krahas këtyre dy veçorive që i përmendëm për muajin Ramazan, ka edhe veçori të tjera. Nuk ka dyshim se një nga këto si veçori më e dalluar dhe që lidhet edhe me intelektualizmin, është pra shpallja e Kur'anit. Në fakt, fillimi i shpalljes së Kur'anit. Muaj Ramazan është muaj i dritës, për shkak se në këtë muaj gjendet nata e dritës, nata e kadrit, nata kur u ndriçua njerëzimi, sepse pikërisht në natën e kadrit, e cila është në muaj Ramazan, filloi të shpallet Kur'ani famëlar. Për atë pra, kur vjen muaj Ramazan, ne jo vetëm që e agjerojmë dhe mendojmë për këtë obligim, në të njëjtën kohë ne lidhemi edhe më tepër edhe me Kur'anin, sepse muaj Ramazan është muaj i Kur'anit. Filloi në natën e kadrit që është në Ramazan, filloi shpallja e Kur'anit. Pra shpallja e librit, do të thotë, muaj Ramazan është muaj i intelektualizmit, muaj i përndritjes, iluminizmit, muaj i hapjes së horizonteve të reja, muaj i shkencës, muaj i kulturës, muaj i dijes në përgjithësi, muaj i shkrimit dhe shkronjave, muaj i cili i leximit, sepse fjala e parë që u shpall në këtë muaj është fjala Ikra, fjala lexo me emrin e Allahut i cili krye çdo gjë. Pra, në muaj Ramazan filloi të shpallet Kur'ani, libri i Allahut xhaleshanu, dhe në këtë drejtim pra muaj Ramazan dallohet prej të gjithë muajve tjerë me natën e kadrit kur filloi të shpallet edhe Kur'ani.
kjo është një veçori e veçantë për muajin e bekuar Ramazan, që lidhet pra me librin, që lidhet me fjalën, që lidhet me leximin, që lidhet me dijen, që lidhet me hapjen e horizonteve të reja, që lidhet me njohjen në përgjithësi. Pra libri, fjala, leximi, njohja, lapsi, shkronja, krejt këto janë veçori të muajit të bekuar Ramazan, sepse në këtë muaj pra filloi të shpallet Kurani famlar. Kur jemi te nata e Kadrit, pra krahas asaj se ne shënohet muaji Ramazan, me atë se filloi të shpallet Kurani. Në fakt, muaji Ramazan dallohet edhe me mëshirën e Allahut të Madhrishëm ndaj këtij populli, për shkak se bëri që ajo natë që është më e vlefshme se sa 1000 muaj, siç e ka përshkruar vetë Allahu i Madhrishëm në Kur'anin famlar, khairun min elfi shahr, është më e vlefshme se sa 1000 muaj, e bëri që ajo të përsëritet çdo vit. Pra nuk është diçka që ka ndodhur dhe ka mbaruar në kohën e pejgamberit alayhis salam. Jo, por është diçka që përsëritet. Ne kemi raste dhe besoj se edhe i kemi shpjeguar disa herë, për shembull natë Miraxhi. Miraxhi si ndodhi ka ndodhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por më nuk përsëritet në atë formë. Pas, ne themi se namazi është Miraxhi besimtarit, por jo ashtu siç i është mundsuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hijreti po ashtu, e kështu me radhë. Ndërkaq, kur jemi te Kadri, nata e Kadrit, këtu dallon. Nata e Kadrit na përsëritet çdo Ramazan. Dhe çdo person, çdo besimtar i cili e fal namazin e teravihis, qatësisë dhe bën adhurim, po ashtu edhe namaz pas teravihis me imam, ndoshta që e fal 20 rekat, vazhdon edhe vetë falet pastaj në shtëpi. Prej fillimit të Ramazanit deri në fund, ai gjithsesi e ka zënë, kështu të themi, e ka arritur natën e Kadrit, e cila natë është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Do të thotë, kjo është mëshirë nga Allahu xhaleshanu. Na ka mëshiruar me atë që na ka dhënë mundësinë që në muaj Ramazan ne ta shfrytëzojmë një natë, ta shfrytëzojmë rastin në atë natë, ku se vapet shumë fishohen në një natë e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj, dhe në një natë kur zbresin edhe melekët përfshi këtu edhe Xhibrilin. Zbresin pra në tokë, janë misafir në tokë. Kjo është në muaj Ramazan. Muaj Ramazan dallohet, do të thot, edhe me këtë. Pra, fal Zotit, ne jemi të privilegjuar që ta presim një muaj në të cilin muaj gjendet pra edhe nata e Kadrit, e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Si që ka shprehur vetë Allahu i Madhrishëm në Kur'an. Do të thotë, kemi të bëjmë me natën kur ka filluar të shpallet Kur'ani, kemi të bëjmë me natën që është më e vlefshme se sa 1000 muaj, dhe kemi të bëjmë me natën kur në tokë zbresin edhe melekët përfshi edhe Xhibrilin. Krejt të janë benefite të jashtëzakonshme, janë favore të shkëlqyeshme, të pa imagjinueshme për një besimtar, pra që i ofrohen atij në muaj Ramazan dhe pikërisht në natën e Kadrit. Për atë muaj Ramazan pra veçohet, karakterizohet dhe dallohet edhe me atë se në të filloi të shpallet Kur'ani, dhe kjo apo ky fillim i shpalljes së Kur'anit ka ndodhur në Ramazan, në natën e Kadrit, e cila natë na përsëritet për çdo vit, por jo me shpalljen e Kur'anit, neve na përsëritet si natë e vlefshme, më e vlefshme se sa 1000 muaj, dhe me zbritjen e melekëve përfshi edhe Xhibrilin në mesin e njerëzve apo në tokë. Po ashtu pastaj, muaj Ramazan është muaj i shumë datave të rëndësishme, ndodhive të rëndësishme që kanë ndodhur në historinë islame, dhe që neve na bëjnë të mendojmë shumë se në fakt pra si e kanë kuptuar gjeneratat e mëhershme muajin e bekuar Ramazan, dhe si e kuptojmë në fakt ne. Pse e themi këtë? Nuk është shqetësi se një pjesë e muslimanëve, po ka prej muslimanëve që
për të kaluar më lehtë muaj Ramazan, edhe orarin e gjumit të ndryshojnë, edhe ndoshta japën hapësirë pak më të madhe gjumit gjatë ditës në Ramazan. Normalisht dëshirojmë të theksojmë se nuk është e ndaluar që njeriu të flejë gjatë Ramazanit. Qoftë edhe ditën, normalisht për ta përballuar më mirë apo më lehtë edhe agjërimin. Por nuk do të kishim preferuar që e tërë dita të kalohet edhe në gjumë. Për shkak se njeriu duhet të jetë aktiv, duhet të punojë dhe nuk guzon ai për shkak të Ramazanit ti paralizoj veprimtaritë e tjera jetësore apo jetën e përditshme. Tash nëse kthehemi tek ajo se çka ka ndodhur në Ramazan, do të shohim se në Ramazan pra ka ndodhur lufta e Bedrit në ditën e 17 të Ramazanit. Muslimanët kanë shkuar në luftë. Lufta në fakt do të thotë se është dashur të bëjmë përgatitje, të ndërmarrin masat e duhura, është dashur të jenë aktiv. Pra muslimanët krahas asaj se ka qenë Ramazan, megjithatë kanë qenë aktiv, megjithatë kanë lëvizur, megjithatë kanë qenë pra në funksion të mbrojtjes së kauzës së tyre, nuk e kanë paralizuar jetën e kështu me radhë. Do të thotë nuk ka luajtur rol ajo se është Ramazan edhe tash të bllokohet çdo gjë. Jo, por muslimanët kanë qenë pra aktiv. Ja pra edhe lufta e njohur apo betejë e njohur e Bedrit, një nga betejat që kanë zhvilluar muslimanët, është zhvilluar në muajin Ramazan. Dhe këtu muslimanët kanë dalë fitimtar ndaj idhujtarëve. Do të thotë ka qenë muaj i fitores në Bedër. Kështu pra njihet muaj bekuar Ramazan. Po nuk është kjo e vetmja fitore që kanë korrur muslimanët në Ramazan. Ka edhe shumë tjera. Vetëm si shembull do ta ilustrojmë apo do ta përmendim në fakt pra çlirimin e Mekës po ashtu, që ka ndodhur në 10 ditët e fundit të muajit Ramazan, në ditën e 20 të muajit Ramazan. Normalisht muslimanët u larguan prej Mekës, erdhën në Medinë, por në Mekë e lanë pasurinë, shtëpitë e kështu me radhë. Dhe idhujtarët bën keqpërdorime me pasuritë e tyre, i shitnin, i keqpërdornin ato të muslimanëve pra dhe me ato pasuri dhe pronat muslimanëve forcoheshin, blenin armatim që të kthehen ti sulmojnë pastaj muslimanët dhe ta zhdukin shtetin e Medinës të cilin e kishin themeluar muslimanët. Normalisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanët pasi në Mekë ishte edhe Qabja, vazhdimisht mendonin se si të kthehen dhe ta çlirojnë Qaben nga presioni dhe nga thundra idhujtare dhe në të njëjtën kohë ta kthejnë shtëpitë e tyre, pra ta çlirojnë vendin e tyre ku kishin lindur. Kështu që në muajin Ramazan muslimanët u nisën në aksion dhe me një ushtri që sipas disa transmetimeve thuhet se kanë qenë diku 10.000 vet, pikërisht në muajin Ramazan me 20 Ramazan muslimanët hynën dhe e çliruan Mekën. Do të thotë është kërkuar edhe aty përgatitje, udhtim, se nuk e kanë bërë udhtimin me mjete transporti bashkohore ne që i kemi sot, por ka qenë në këmbë dhe me deva apo me kuaj, në atë nxehtësi të madhe të Arabisë. Pra këtë kanë bërë muslimanët në muajin Ramazan, që do të thotë se ka qenë muaj i planifikimit, muaj i avansimit, muaj i përpjekjes, muaj i orvatjeve, kontributit, mundit, pra ka qenë muaj i lëvizjes e nuk ka qenë muaj i paralizimit. Do thotë edhe çlirimi i Mekës ka ndodhur në Ramazan. Po ashtu burimet historike flasin se edhe shkuarja muslimanëve, arritja muslimanëve në Spanjë, ku kanë qëndruar pastaj qindra vjet, po ashtu ka qenë në muajin Ramazan. Tariq bin Ziyadi që ka zbritur i pari atje, edhe do të thotë ka qenë në muajin Ramazan. Po ashtu përmendet se edhe në Sicili, muslimanët në Itali në sotme pra, në ishun e Sicilisë, muslimanët kanë arritur po ashtu në muajin Ramazan. Pastaj përmendet se edhe Universiteti i Azharit është hapur në muajin Ramazan, si dhe shumë edhe ndodhi tjera, por edhe veprimtari tjera të rëndësishme, edhe në aspektin e fitoreve ushtarake, po edhe të fitoreve intelektuale që u kanë ndodhur muslimanëve janë bërë në
muajin e bekuar Ramazan. Këto janë disa nga veçoritë të cilat mund ti theksojmë apo ti nënvizojmë si veçori të muajit të bekuar Ramazan, edhe pse ka edhe shumë tjera realisht dhe sado që të flasim normalisht ndoshta me një ligjërat nuk mund t'i përfshijmë, po si më të theksuara dhe më të dalluara pra janë këto të cilat i përmendëm. Shpresojmë që çdo besimtar ta kuptoj rëndësinë dhe rolin e Ramazanit, ta kuptoj vlerën që ka muaji Ramazan, ta kuptoj favorin që i është bë atij në këtë muaj pra dhe t'i shfrytëzoj inshallah ditët dhe netët e muajit Ramazan për t'u afruar te Allahu xhalleshanu, për t'u pastruar shpirtërisht, për t'u ngritur shpirtërisht dhe në të njëjtën kohë edhe për të nisur një jetë të re, nëse mund të shprehemi ashtu, një fillim i ri për të qenë, për të mbledhur energji që pastaj pas Ramazanit të vazhdoj, jo të bllokohet, por të vazhdoj me atë energji që ka mbledhur, të vazhdoj inshallah në rrugën e Islamit, në rrugën e ngritjes dhe të dinjitetit, në rrugën e pastrimit shpirtëror, në rrugën e drejtë, në rrugën e formimit të tij të shëndosh, në rrugën e cila i siguron atij jetë të lumtur në këtë botë dhe të njëjtën kohë edhe shpëtim në botën tjetër. Unë pra me kaq do të kisha përfunduar, duke u lënë tash mundësinë edhe juve në studio pra nëse ka pyetje të diskutojmë. Mirë, Allah shpërbleft o gjendëruar për legjërimin e kësaj teme të bukur. Po kemi pyetje këtu prej dëgjuesve. Por para se të fillojmë me leximin e pyetjeve, mund t'ju kujtoj edhe një herë se jemi drejt për drejt edhe në Facebook, pra Shpëtim Sjarina, por gjithashtu edhe në YouTube në kanalin tim personal Shpëtim Sjarina dhe në kanalin e emisionit Kandili i Dituris. Gjithashtu jemi live edhe në faqen time të TikTokut me emrin Shpëtim Sjarina, ku aty mund t'i dërgoni pyetjet e juaja. Ju rikujtoj edhe një herë pra që mund t'i inkuadroni nëpërmjet WhatsAppit tim +44 7533 87 plus 44 7533 87 e keni edhe në fund të ekranëve tuaja aty. O qëndro, do të shkojmë me një pyetje nga një prej dëgjuesve tonë të si ndikon agjerimi te agjeruesi. I lutëm, shumë i nderuar hoxh, Allahu ju shpërbleft për diturinë e dobishme. Agjerimi ndikon te agjeruesi në shumë aspekte. Ndikon në kaliqjen e tij, ndikon në qetësimin e tij, ndikon në karakterin e tij, ndikon në sjelljen e tij, ndikon në raportet e tij me njerëzit e tjerë. Ne kur agjerojmë, në fakt agjerojmë jo vetëm me barkun tonë në kuptim, jo vetëm me lukthin që nuk kam edhe nuk pim. Agjerimi vërtet është agjerimi edhe përmes çka? Është agjerimi edhe me syt, me duart, me veshët, me gjuhën tonë. Kur agjeron do të duhet ta ndalish gjuhën tënde nga fjalët e liga, nga gibeti, përgojimi, barkja fjalëve kështu me radhë. Si tuaj ti ndalish nga harami mos shikosh, duart tua nga harami po ashtu mos dëmtosh kështu me radhë. Të gjitha këto janë kërkesa të agjerimit. Dhe ai i cili dëshiron ta plotësoj agjerimin tamam si duhet, nuk duhet të ndalet vetëm te braktisja hajës dhe pijes, por ti braktis edhe këto tjera veset të liga edhe punë të liga. Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men lem yada qawl zur, kush nuk i lën dëshmit fjalët jo të vërteta, gënjeshtrat, dëshmi të rrejshme dhe veprimin sipas tyre, le ta dije se Allahu nuk ka nevojë që ai ta lën hajën dhe pijen. Edhe po ashtu thot në një hadith tjetër, sa agjerues ka që për agjerimit të tyre e kanë për përfitim, në fakt vetëm çka, vetëm urin edhe etje. Pse? Nëse nuk i kalon këto veprime tjera të ndaluara. Për atë pra, agjerimi ndikon në këtë drejtim, pastrimin e njeriut, ngritjen e njeriut, orientimin e duhur të sjelljes së njeriut, e bën më durimtar,
e bën më të përballueshëm ndaj veprimeve tjera. Mos të reagoj me njëherë, të jetë i matur, e bën më të sjellshëm, e bën më komunikativ me njerëzit, e bën më afër Allahu xhallashanuhu. Pra, kështu kur do të kuptohet agjerimi, ai agjerim ka ndikimin e duhur dhe ai agjerim është pra që ndikon edhe në karakterin e vetë personit. Kemi një përshëndetje nga Muhamet Ramadani, të selamu alaikum të gjithëve, të pranishëm gjithashtu dhe hoqës të ndruar Bashkim Maliu, Dr. Bashkim Maliu dhe moderatorit të shkëlqyeshëm. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërblet vëllai nderuar Muhamet Ramadani. Do të shkojmë me një pyetje tjetër. Çka e dallon apo çfarë e dallon muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë? Po ne u besoj gjatë ligjëratës i përmendëm disa, pra dallohet me atë që është muaj i agjerimit të obligueshëm. Kjo është e para, do të thotë ne edhe në muajin Shaban agjerojnë muslimanët, por agjerojnë vullnetarisht. Muaj Rexhep po ashtu, agjerojnë vullnetarisht. Ndërkësh në muaj Ramazan agjerimi është i obligueshëm. Pastaj dallohet me atë se në Ramazan filloi të shpallet Kur'ani. Është nata e Kadrit, e cila është pra më e vlefshme se sa 1.000 muaj. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet prej tij në një hadith, ka thënë se fillimi i tij është rahmet, mesi i tij është bereqet dhe fundi i tij thot është lirim prej zjarrit të xhehenemit. Edhe kjo është veçori e muajit të bekuar Ramazan. Pastaj për përfitimet që ka ai i cili agjeron në botën tjetër, që janë pra veçoritë Ramazanit prej muajve tjerë, normalisht është se në ditën e gjykimit do të ketë një derë e cila quhet Er-Rayyan dhe nga ajo derë do të hinë vetëm ata të cilët kanë agjeruar. Pastaj agjerimi do të vjen edhe si dëshmitar për atë i cili ka agjeruar dhe Kurani po ashtu në ditën e gjykimit. Pra këto janë veçori që muaji Ramazan dallohet nga muajt e tjerë. Si çdo gjë që Allahu ka zgjedhur, ka krijuar për arsye të veçantë, ka zgjedhur për arsye të veçantë. Dhe muajin Ramazan e zgjodhi pikërisht për ta bërë këtë muaj obligim agjerimin. Cilat ishin ato veçoritë e Ramazanit që e bën, që agjerimit të jetë i obligueshëm në këtë muaj. Pse pikërisht Ramazanin? Po, ajo që Allahu xhaleshanuhu caktoi që në këtë muaj të filloj shpallja e Kur'anit, pikërisht është edhe ajo që ky muaj të lidhet shpallja e Kur'anit bashkë me agjerimin pra. Normalisht ky caktim është caktimi i Allahut, dhe aty nuk mund të futemi se pse ai e bëri. Ky është ashtu ai ka vendosur që në këtë muaj të jetë agjerimi, por themi se është dalluar me atë se fillimi i Ramazanit apo fillimi i Kur'anit, shpalljes së Kur'anit filloi në Ramazan. Ishte muaj i dritës, fillimit të shpalljes së dritës dhe ndriçimit të botës dhe meritonte që ta ketë edhe këtë veçori tjetër, të jetë muaj i agjerimit që i unifikon muslimanët edhe në çështjen e agjerimit dhe si rezultat i unifikimit të tyre në çështjen e shpalljes Kur'anit pra. Kur flasim për një periudhë të transformimi apo muaj transformimi, siç po aludohet shumë për muajin Ramazan. Cilat janë veçoritë shpirtërore që e bëjnë Ramazanin pra muaj transformimi? Shikoni, e para muaj transformimi për shkak se zgjat një muaj. Do të thotë nuk është 1, 2, 3 ditë. Kjo që ne agjerojmë vazhdimisht një muaj, realisht neve na kalit, na stërvit, edhe ndikon në pastrimin ton shpirtëror. Në këtë formë për çdo ditë, ditën me agjerim e natën me adhurime tjera me namaz. Do të thotë, kjo është ajo që e bën njeriu që në aspektin shpirtëror në këtë muaj të jetë muaj i ngritjes shpirtërore të njeriu. Pastaj duke agjeruar, je i kujdesshëm për fjalët tua, je i kujdesshëm për raportet tua me njerëzit, je i kujdesshëm për shikimin tënd, je i kujdesshëm për dëgjimin tënd,
Je I kujdesshëm për çdo gjë tjetër. Krejt këto, ky kujdes që bëhet për një muaj rresht, edhe pse besimtari duhet të jetë edhe jashtë Ramazanit I kujdesshëm, këtu nuk diskutohet për këtë. Po ne flasim për një periudhë më intensive në këtë drejtim, atëherë normalisht se këto janë ato vlera që njeriu edhe shpirtërisht e ngriti realisht. Kemi durimin, kemi po ashtu vlerën e humanitetit, për shkak se muaji Ramazanit është edhe muaj I solidaritetit, I dhënjes, I ndihmës ndaj tjetrit. Do të thotë kur edhe sevapi Ramazan nuk është vetëm me agjerim ose me leximin e Kuranit, është edhe me sadaka. Lëmosha që jepet në Ramazan është më e shpërblyeshme se sa jashtë Ramazanit. Pastaj po ashtu, edhe ndihma tjetër që I bën njeriu pa dikujt tjetër. Po ashtu Ramazan e ka vlerën e veçantë. Edhe në drejtim të vlerave sociale, kështu themi, të humanitetit, Ramazani dallohet më. Do të thotë në këtë drejtim Ramazani është muaj I vlerave, edhe në aspektin moral, po edhe në aspektin social, edhe në aspektet tjera, pra flitet për një muaj I cili e mëson njeriu si të jetë më dordham, si të jetë më bujar, si të jetë më human, si të jetë më I sjellshëm, si të jetë më durimtar, si të jetë më I devotshëm, si të jetë më I përmbajtur, më I kontrolluar, të kontrolloj veten. Krejt këto janë për ato tipare në fakt që e bëjnë muajin Ramazan muaj të ngritjes shpirtërore dhe të promovimit të vlerave shpirtërore. Kur jemi tek çështja e transformimit, për të transformuar, po kërkohet një mund edhe një do të sakrificë dhe një mund domethënë I pandashëm. Të shumë psikolog kemi hasur, cilë kanë thonë që nëse don me bën një transformim domethënë prej një niveli në një nivel tjetër, është minimumi do që të kërkohet mund të pandërprer është një muaj. Po arrite me bë atë, për shembull, për një muaj rresht pandërprer, të është futur në sistemin tënd, të përditshmërisë dhe më nuk ke vështirësi për ta bërë. A mund të themi që edhe Ramazani edhe agjerimi, gjitha këto që I bëjmë për një muaj rresht, po thuaj se na fusin neve në atë sistemin domethënë e lehtësimit për të transformuar? Edhe për të vazhduar më tej në gjatë muajve më pas Ramazanit? Këtë pikërisht e përmendëm edhe gjatë ligjëratës. Do të thotë për një muaj rresht, ne trajnohemi, stërvitemi, mësohemi, edukohemi që të akumulojmë forcë, kështu themi, energji që edhe pas Ramazanit të vazhdojmë. Pikërisht ajo që ne një muaj rresht këtë e bëjmë, do të thotë të fitojmë, do të shprehime një fjalë. Falim 20 rekat namaz, që pastaj mos kemi problem në pas Ramazanit t'i falim 4 rekat të sabahut ose jo. Kuptoni? Do të thotë mësohemi për atë. Pra trajnohemi, stërvitemi dhe na bëhet ambientohemi dhe familiarizohemi me namazin, me agjerimin, me Kur'anin që nuk na duket habi dhe nuk na duket diçka e madhe se unë ko fal në Ramazan 20 rekat. Tash kam kushton mu të fali për shembull drekën, am kupton 10 rekat. Kupton? Pra pikërisht këtë ka. Po, se Ramazani është shkollë. Ramazani nuk është thjesht një ndodhi ose një obligim I cili kalon. Ne nëse analizojmë mirë, shikoj për një muaj, a thua Allahu xhelleshanuhu, këtë bëjmë si pyetje retorike. Ka nevojë për agjerim? Jo, nuk ka nevojë, qartë është. As për namaz, as për asgjë. Pse atëherë na ka obliguar neve me agjerim për një muaj rresht? A nuk kish mundësi ne për shembull të agjeronim 3 ditë nga çdo muaj ose ti agjeronim aja një javë të Ramazanit sa për prof. Jo, çështja është se është mësim shkollë. Pra trajnohemi të arrijmë atë nivel që përmendin edhe psikologët që nëse një muaj rresht ti e bën diçka, atëherë të lehtësohet që edhe pas Ramazanit të vazhdosh ta bësh të njëjtën gjë. Pra nuk ka dyshim se Ramazani edhe në këtë drejtim është evident, edhe është shumë eficient, por realisht procesi I transformimit kërkon edhe shumë gjëra tjera realisht.
kërkon edhe shumë mund, kërkon edhe kontribut, dhe pikërisht Ramazani mund kuptohet ajo pika e karburantit, ku ne mpushemi me karburant, jo për të ndalur, po për të vazhduar rrugën më pas. Kur flasim moq për kuptuarit e fakteve, kemi një fakt që Kurani është zbritur në muajin Ramazan. Si duhet kuptuar këtë fakt neve? Pra që Kurani është zbritur në muajin Ramazan dhe lidhjen mes tyre dyve. Këtë duhet të kuptojmë se muaj Ramazan është përtej angazhimit vetëm me obligimin e agjerimit. Ka kuptim iluminues, pra përndritës. Dhe nëse nuk bashkohet kjo me aspektin iluminues, ngelet i kufizuar, efektit i ngelet i kufizuar. Këtë çka duhet të them? Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetë ka thënë, siç e përmendëm, ka agjerues që për agjerimit e kanë vetëm etjen edhe urin. Pse? Nuk është ndalur prej gjërave tjera. Do me thënë, nuk është edukuar, nuk është iluminuar ai në muaj Ramazan. Normalisht, ai ka njëra anë, farzin e ka kryer. Nuk mund t'i thuash atij duhet ta agjerosh përsëri, kupton? Në këtë aspekt nuk mund t'i thuash. Ai e ka kryer, por ai ka realizuar qëllimin e dur të Ramazanit, përgjigja është jo. Pse? Pikërisht për atë se Kurani është shpallur, ka filluar të shpallet në Ramazan. Tregon se qëllimi i Ramazanit është iluminues, pra përndritës, edukues. Dhe nëse ne nuk e shohim këtë efekt në veten tonë, atëherë faktikisht ne jemi të bindur apo duhet të konstatojmë se ka diçka që nuk ka shkuar mirë. Ka diçka të mangët në këtë drejtim. Dhe të kuptohet se ibadetet në Islam, edhe muaj Ramazanit, nuk kanë për qëllim lodhjen dhe mundimin e njeriut, por kanë për qëllim edukimin e tij. Pikërisht shoqërimi i muajit Ramazan me shpalljen e Kuranit, fillimin e shpalljes së Kuranit, shflet në këtë drejtim. Se qëllimi është edukimi, qëllimi është arsimimi, qëllimi është ngritja, dija e kështu me radhë. Dhe nuk është qëllimi vetëm njeriu të lodhet apo të ngarkohet me diçka. Jo, çdo obligim që është në suaza të mundësive të njeriu, se Zoti nuk e angazhon asgjë për të mundësive të tij, dhe në të njëjtën kohë është me qëllim edukimi. Dhe shembull më i theksuar në këtë drejtim është pikërisht muaji Ramazan me fillimin e shpalljes së Kuranit. Pra, me fillimin e shpalljes së librit, së fjalës, së dijes dhe të leximit. Kur jemi tek lidhjen mes tyre dyve, pra Kuranit dhe Ramazanit, nëse mund të zgjerohemi pak më shumë lidhur me në këtë temë. Cila është lidhja, domethënë e veçantë mes Ramazanit dhe Kuranit, që mund të eksplorojmë pak më thellë dhe më gjerësisht. Kurani famuljaret pra e ka atë aspektin shpirtëror dhe intelektual. Ndërkaq Ramazani e ka atë aspektin fizik, që përmes si obligim flasim, agjerimi në fakt, jo Ramazani po agjerimi, e ka atë aspektin fizik. Dhe këtu kemi bashkim të dy elementeve shumë të rëndësishme, elementit shpirtëror dhe intelektual dhe elementit trupor apo fizik, që do të thotë se këtu shihet edhe gjithë përfshishmëria e Islamit. Shihet edhe ajo se Islami e sheh njeriu si tërësi, shpirtërore dhe trupore. Pikërisht përmes agjerimit apo përmes muajit Ramazan, ku bashkohet edhe aspekti intelektual, shpallja e Kuranit, po edhe aspekti trupor, agjerimi, sepse agjerojmë realisht ne me trup. Pra nuk ham, nuk pim, do të thotë kemi gjëra konkrete që nuk i bëjmë. Do të thotë këto dy elemente bashkohen apo kështu të themi bashkëdyzohen në muajin e bekuar Ramazan dhe pikërisht kjo është ajo që e dallon intelektualizmin e Ramazanit, pra për shkak se në të filloi të shpallet Kurani. Dhe ajo që Islami e sheh njeriu si tërësi, ne e kuptojmë edhe përmes kësaj. Do të thotë, nuk u mjaftuar vetëm me fillimin e shpalljes së Kuranit dhe shpalljen e muajit Ramazan si muaj i shpalljes, por në fakt pra erdh edhe obligimi që ka të bëjë me çështje praktike konkrete, ajo është haja dhe pija në Ramazan. Do të thotë, këtu shihet pra se Islami e sheh njeriu si tërësi dhe i bashkon të dy elementet, edhe aspektin shpirtëror,
edhe aspektin material. Ky është Islami i vërtet. As ai që thirrët thret vetëm apo as ato thirrje që thrasin dhe që orienton vetëm në aspektin shpirtëror, po as ato që i japi rëndësi ndoshta aspektit material, nuk e përfaqësojnë pra thirrjen e vërtet islame. Por thirrjen e vërtet islame përfaqëson bashkimi këtyre dy komponenteve siç u bashkuan në muajin Ramazan. Edhe kjo është ajo që e lidh Ramazanin, agjerimin në fakt me Kur'anin. Njëri e përfaqëson aspektin intelektual dhe shpirtëror, tjetri e përfaqëson aspektin trupor dhe fizik. Gjatë këtij muaji, Muhammed alayhisalatu wassalam përsëriste të Kur'anin në tërësi, të paktën deri në ato ajetet e fundit që i kishin ardhur deri në ato momente, bashkë me Xhibrilin. Cila është arsyeja që mund ta gjejmë ose ta zbërthejmë? Shikoni, do të thotë e para është se ne kemi nevojë të përsërisëm gjërat dhe të ulemi para mësuesve. Në këtë rast Xhibrili ishte ai i cili ja sjellte shpallin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe një herë në vit, në fakt pra në muaj Ramazan ishte muaj kur ai bënte përsëritjen e gjithë kësaj. Bënte rikapitulimin e asaj që është shpallur. Do të thotë është muaj i përsëritjes, muaj i vërtetimit të asaj, muaj i sigurimit të asaj se ajo që është dhënë edhe është absorbuar realisht. Po ashtu është edhe muaj i bashkimit të qiellit dhe të tokës në një mënyrë. Pse? Se Xhibrili zbritte pra prej lart. Pejgamberi alayhis salam ishte në tokë dhe këtu bëhej bashkimi i qiellit dhe i tokës në muajin e bekuar Ramazan. Bashkimi i njerëzores dhe i asaj që është në kuptim të zbatimit flasim, dhe asaj që ishte hinore pra që vjen nga Allahu xhaleshanu dhe elementit njerëzor që ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Bëhet bashkimi pikërisht në muaj Ramazan për të ecur përpara me mesazhin që duhej ai tua përcjell njerëzve. Dhe kjo duhet të jetë tek ne të gjithë. Ne kemi shumë nevojë pra ti përsërisëm gjërat, ti vërtetojmë gjërat, ti korrigjojmë gjërat, ti rikapitulojmë gjërat dhe ta shohim atë unitetin e duhur në këtë drejtim. Si mund ta bëjmë Ramazanin muaj të rikthimit tek Kurani i Madhërisht? Pikërisht, duke e kuptuar se muaj Ramazan është muaj kur ka filluar të shpallet Kurani, se pejgamberi alayhis salam e ka përsëritur Kur'anin me Xhibrilin në muajin Ramazan, se ai e ka lexuar edhe vet Kur'anin në muajin Ramazan, se ai pra edhe i ka këshilluar shokët e vet që ta lexojnë Kur'anin në muajin Ramazan. Ne krejt e gjithë kjo pra na bën që sa më tepër të jemi të lidhur me Kur'anin famlar, sepse muaji Ramazan është në fakt muaji i Kur'anit, muaji kur filloi pra të shpallet Kur'ani. Kjo mjafton që ne ta kuptojmë se duhet sa më tepër të jemi të lidhur me Kur'anin famlar dhe Kur'anit të zen, jo vetëm në Ramazan realisht, por në përgjithësi pra në jetën tonë një vend të rëndësishëm dhe për çdo ditë ta ketë atë kohën e vet kur ne në fakt jashta asaj që lexojmë në namaze edhe jashta namazeve pra e kemi një kohë kur me të vërtet ja kushtojmë Kur'anit famlar dhe këtë mund ta bëjë çdo njeri prej nesh, nuk është shumë. Këtë pyetje po pasoj edhe në ekran që ta kesh para vetes edhe ti, nga se është pak e gjatë, ndoshta edhe mund të harrosh, por gjatë përgjigjesh e shikon edhe një herë pyetjen. Thotë i nderuari doktor, mbasi është bë tani komplet Kur'ani, elhamdulillah tani, nata e Kadrit padyshim është fillim i shpalljes. Thua tani që po përsëritet nata e Kadrit apo është një rikujtim për neve, për besimtarët, ta forcojmë përgjegjësinë për ta ndjekur Kur'anin. Allahu dashëndet. Jo, nata e Kadrit përsëritet. Ashtu e kanë pjetur pejgamberin alayhis salam dhe ka thonë kjo përsëritet për çdo vit. Por unë e përmenda bile në sqarim, nuk përsëritet në kuptim se shpallet përsëri Kur'ani, por përsëritet në atë kuptim se është më e vlefshme se sa 1.000 muaj,
për shpërblimet që i merr njeriu për punët e mira që i bën, dhe zbritjen e melekëve përfshi edhe Xhibrilin në tokë, pra. Në këtë drejtim ajo përsëritet. Ajo se në fakt pra me fillimin e shpalljes së Kuranit. Po e ka vërtetuar pejgamberi alayhis salam se neve në Ramazan na përsëritet. Dhe ai ka thënë, kërkoni natën e Kadrit. Pra nuk ka thënë vetëm shokëve të vet, ka thënë muslimanëve në përgjithësi. Normalisht e ka folur në shokët e vet, por kjo ka vlerëtur për gjithë. Pra kërkonje në netët tek, në 10 netët e fundit në netët tek të muajit Ramazan. Kërkonje pra. Që do të thotë se kjo vlen edhe për ne ta kërkojmë natën e Kadrit. Dhe nëse i rikthehemi prapë pyetjes së të nderuarit, thotë, apo është një rikujtim për neve, për besimtarët, ta forcojmë përgjegjësinë për ta ndjekur Kur'anin Kerimin? Nuk ka dyshim se rikujtim është, mirë po nuk duhet të keq kuptohet kjo se është vetëm rikujtim. Jo, rikujtim është po, pajtohemi për atë, nuk ka dyshim, por edhe përsëritet si e tillë. Këtë unë dëshiroj ta theksoj që mos të kuptohet se nuk përsëritet, por është vetëm kuptimin simbolik, metaforik se është një rikujtim. Po rikujtim po, por edhe përsëritet realisht. Dhe duke u përsëritur, pa kjo na rikujton edhe më mirë për obligimin tonë që e kemi ndaj Kur'anit famlar. A mund të jetë kjo në përsëritje apo rikthimi i natës së Kadrit çdo vit? A mund të ketë kjo që rikthehet për t'ju dhënë shanse dhe gjeneratave më pas që të përfitojnë nga kjo natë? Dhe vetëm një gjë që nuk po përsëritet është zbritja e Kuranit sepse është kompletuar. Por çdo gjë tjetër pothuajse vlera e kësaj nate po e ka të njëjtën vlerë sikur atë natë kur është zbritur herën e parë, vetëm se tashmë Kurani vetëm është i kompletuar dhe në këtë natë po lexohet vazhdimisht Kurani dhe në këtë natë, çdo natë kur po përsëritet kjo çdo vit, po përsëritet kjo natë, po vinë me lajket duke u prirë nga Xhibrili alayhis salam, ruhi, dhe ajo natë do të jetë natë e paqes deri në selamin Pro, a mund të jetë kjo arsye domthonjë se përsëritja e kësaj natë është për t'i dhënë mundësi edhe gjeneratave më pas që nuk kanë ekzistuar më herët të kenë shansën, për shembull që nëse jo vitin e kaluar të paktën këtë natë ta zajnë një herë të paktën jetën e tyre. Po shikoni, do të thotë kur e kam pyet pejgamberin sallam kur ka folur ai për kohën e Musait alayhis salam se ka pasur dikush që ka bërë ibadet 80 vjet. Shumë prej sahabëve të shokëve të tij pra e kanë lakmuar. Sa ai që ka bërë, po ne thot kur në aq jetojmë, pak jetojmë tash, nuk jetojmë bile jetën këtë nuk e kemi 80 vjet. Pa ku e kemi rinin e kështu me radhë, fëmirin, kështu që neve nuk na ngelet edhe kohë 80 vjet të adhurojmë. Pejgamberi sallam mu thot se Allahu nuk ka bërë një natë që ju për një natë arrini atë që kanë arritur ata për 80 vjet. Edhe ajo është nata e Kadrit. Pikrisht kjo është pra, që zbresin melekët. Kjo është një favor, edhe përmendëm gjatë ligjëratës, është një favor, është një benefit, është një përparësi, mëshirë nga Allahu xhaleshanu për këtë umet që të arrijë për një kohë të shkurtër të jetës së tij atë që umetet tjera, popull tjera e kanë arritur apo s'kan mund ndoshta edhe të arrijnë për qindra vjet që kanë jetuar. Të shkojmë tek pyetja e radhës, shpresoj që pyetësi i nderuar i cili bëri pyetjen e fundit ka ngelur i kënaqur me përgjigjen, sidoqoftë ftojmë që nëse ka ndje që një pjesë të pyetjes e kemi mbetur pa ju drejtuar, njerëz jemi dhe mund të bëjmë lëshime, ftoj domthonjë që ta theksoj edhe një herë atë pjesë ku ai mendon që nëse i kemi mbetur në hak diçka pa ju përgjigjur. O gjendror, ka dallim në shpërblim leximi i Kuranit në Ramazan krahasuar me muajt e tjerë, përderisa një të fjalë përshqiptohet? Po, leximi i Kuranit, si lexim vet, ka thënë pejgamberi sa për një harf, për një shkronjë njeriu i merr 10 sevape. Kupton? Në këtë drejtim, ai i merr, inshallah i merr edhe jashtë Ramazanit edhe brenda Ramazanit. Por, veçanërisht në muaj Ramazan shtohen të mirat, shumëzohen të mirat dhe në këtë drejtim po edhe leximi i Kuranit ka shpërblime më të mëdha inshallah.
Në shkojmë pak të veçoritë shpirtërore, të këtij muaji, si ndikon agjërimi në pastrimin e zemrës dhe edukimin e nefsit? Na bën që të jemi të kujdesshëm, që t'i matim fjalët tona, bile edhe mendimet tona. Për shkak se agjërimi më i lartë është edhe agjërimi në mendime, kur jo vetëm që nuk do të hash dhe nuk do të pish, dhe jo vetëm që nuk do të flasish fjalë të liga, por edhe me mendime as që nuk do të shkojë mendja për ato, ose edhe nëse të shkon mendja do ta ndërpresish, nuk do t'i japish shans shejtanit që të vazhdojë me cytjet e tij, me vezveset e tij që të futet edhe më të qep pra në mëkatin. Këtë drejtim agjërimi ndikon që ta kontrollosh veten tënde, ta kontrollosh epshin tënd, bile dhe mendimet tua ti drejtosh në atë që është produktive dhe e dobishme. Ju rikujtoj edhe një herë, pra shikuesët në gjosë të nderuar, që mund t'ju kuadroni edhe me zë nëse keni dëshirë, pra nëpërmjet numrit +44 7533 87 866, ashtu siç po shihni në ekranin tuaj, por gjithashtu mund t'i kuadroni edhe nëpërmjet TikTokut, ku jemi në panel këtu dhe mund t'i bëni pyetje juaja tjerë duke hapur mikrofonin dhe bëni kërkesën për ta bërë pyetjen dhe patjetër se do t'ju japim mundësinë. Ndërkohë ne do të shkojmë tek pyetja e radhës, përderisa nuk ka dikush që ka ndonjë pyetje. Hadithi "As-sawmu li wa ana ajzi bihi", agjërimi është për mua dhe vetëm unë shpërblej për të. Çfarë do të thotë kjo hadith? Si duhet ta kuptojmë këtë hadith? Kjo do të thotë se veprat në përgjithësi kanë shpërblim 10 fish më tepër, ose edhe 700 fish disa herë. Ndërkaq agjërimi që bëhet për hir të Allahu xhaleshanuhu dallon. Pse? Sepse ai nuk ka shifër. Allahu xhaleshanuhu thotë atë ma leni mua, unë shpërblej për atë. Ai bëhet për mua. Çka do të thotë bëhet për mua? Do të thotë derisa ne për shembull me namazin ndoshta, po edhe me zekatin ose sadakan, mund të kemi edhe qëllim për tu promovuar, që të themi se ja, unë jam njeri që falem, a më kupton? Te rasti agjerimin askush nuk e di nëse e bëj unë ose nuk e bëj. Askush nuk e di, pra vetëm Zoti e di. Dhe unë nëse e bëj, inshallah jam i sinqert, se në jetën e kam pasur, e bëj vetëm për hir të Allahut. Për atë edhe Allahu xhaleshanu thotë, ai është për mua, pra ai që e bën sinqerisht agjerimin e bën për mua. Pse nuk e di askush se ai agjeron ose nuk agjeron. Ti jash mund të thuash se agjeroj, por mund të kthesh në shtëpi tënde, brenda mund të hash. Pra, kur ti vet agjeron me të vërtet këtë e bën për hir të Allahut, për atë unë për këtë në veçantë shpërblej. Pra, nuk është 10 fish më tepër as 700 fish. Është një shpërblim i veçantë, Allahu xhaleshanuhu e di se çfarë shpërblimi është. Do shkojmë pastaj me të pyetjen e radhës, si e forcon Ramazani sinqeritetin, ihlasin? Na bën pra që krejt punët t'i bëjmë vetëm për hir të Allahut, për shkak se e dim se ai na shikon. Ndërkaq njerëzit mund edhe t'i mashtrojmë, por te agjerimi e dim se Allahu është ai i cili na din, e njerëzit nuk na din. Çka bëjmë ne? Për atë kur e bëjmë ne këtë për hir të Allahut, kjo pra na forcon sinqeritetin ton që në punët tjera mos të kemi për qëllim për sy e faqe, por vetëm për hir të Allahu xhaleshanuhu. Nëse dikush prej juve në panel këtu në TikTok keni ndonjë pyetje, mund ta hapni mikrofonin edhe bëni pyetjen për hoxhën nderuar Bashkim Maliun. Ja, nuk kemi pyetje. Selamun aleikum, vetëm ta përshëndes hoxhën e nderuar. Wa aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullah. Do shkojmë pra hoxhën nderuar me pyetjen e radhës, cilat janë gabimet më shpeshta që dobësojnë shpërblimin e agjerimit? Po shikoni, janë pikërisht pra gabimet që bëhen përmes gjuhës. Fjalët e pamatura, thashë themet, gibeti realisht, përgojimi e kështu me radhë. Ndoshta edhe shumë gjëra tjera që pikërisht përmes gjuhës. Kjo janë ato që më së tepërmi e dëmtojnë dhe e largojnë realisht shpërblimin e agjerimit, për shkak se vërejnë në të shumtën e rasteve se ka njerëz që agjerojnë prej ushqimit, pra agjerojnë në atë kuptim
nuk kanë dhe nuk pinë, por fatkeqësisht nga fjalët e liga dhe nga këto gjëra pra që bën përmes gjuhës, nuk janë se janë shumë të kujdesshëm. Shkojmë me pyetjen e radhës pak nga dimensioni shoqëror i Ramazanit. Si e forcon në Ramazanin ndjenjen e solidaritetit dhe mëshirës? Po pikërisht shikoni, duke agjeruar ne e kuptojmë se sa rënd është, ose e kuptojmë hallin e atyri që nuk kanë çka të hanë. Pikërisht përmes kësaj. E kuptojmë se sa keq është kur njeriu nuk ka çka të hajë. Dhe kjo na bën neve të jemi më solidarë, të interesohemi më tepër për të varfrit, për nevojtarët, të asgjasim dorën e ndihmës, qoftë përmes sadakatul fitri që jepet në Ramazan, qoftë përmes sadakas së përgjithshme, po edhe zekati që preferohet realisht të jepet në Ramazan, ne faktikisht të bëhemi edhe më solidar me vëllezërit tanë. Pikërisht ajo që e kuptojmë, çka do të thotë të jesh i uritur. Kjo, kur ne e përjetojmë në veten tonë, na bën që ta kuptojmë edhe gjendjen e vëllezërve tanë. Iftarët hoqë që bëhen iftarët publike dhe po injëzohen në për media, në për ashtu. Çfarë efekti apo çfarë rëndësie kanë këto? Mund të jetë një efekt pozitiv apo thuhet që mund të ketë edhe efekt negativ, përderisa organizuesit po mendojnë domosdoshmë që të bëjnë iftare publike, në të aspekt domosdoshmë që të thrasim sa më shumë njerëz dhe ndërkohë domosdoshmë që t'ju flasim për islam të haptazi dhe ndoshta nëpërmjet iftarit zbuten zemrat dhe forcohet lidhja shpirtërore mes njerëzve, por përderisa ndërkohë po ka edhe prej atyre të varfërve të cilët kur po shikojnë këto iftare të mëdha, ndoshta ndjehen se a thu pse ky publicitet vetëm me njerëz të famshëm e jo edhe me njerëz të varfër, apo kupton? Dhe në anën tjetër nëse i merr njerëz të varfër, tjerë po kupton, bëjnë lloj-lloj të akuza se jo ndoshta e keni për sy e faqe, po i turproni të varfrit. Me i marr të varfrit, pse i keni marr se po i turproni? Mos me i marr se si keni marr se po në farë forme po ballafaqohem me linçime dhe shumë të ulta. Shikoni, kuptova, do të thotë kështu është çështja. Një veprim kur bëhet lën hapësirë për komente të ndryshme, edhe pozitive edhe negative, dhe kjo nuk mund të ndalet. Kështu e di që jemi qartë të drejtim. Dikush mund të thotë se janë pozitive, dikush mund të thotë se janë negative, mund t'i bëj vërejtje, mund t'i bëj lavdime. Është e krejtë e qartë kjo. Ajo që unë dua të them këtu është, duhet që qëllimi i organizatorëve të jetë fisnik. Pra, mos të jetë qëllimi atyre për të kompromituar njerëzit apo për të treguar se këta janë njerëzit e varfër, për të treguar se këta janë shumë human, por nëse është diçka incizimi të bëhet në atë kuptim që të nxiten edhe tjerët të bëjnë gjëra të këtilla. Nëse është për këtë qëllim inshallah, atëherë çdo gjë është pozitive. Nëse ka qëllime tjera që unë nuk i di dhe nuk mund t'i paragjykoj dhe nuk e akuzoj askënd për ato gjëra, atëherë nuk do të ishte mirë një gjë e tillë. Nuk do të ishte mirë. Po. Do të shkojmë pra dhe me një apo dy dhe të prej pyetjeve përderisa presim nëse dikush mund të të inkuadrohet live. Si mund ta dim se Ramazani jon apo agjerimi jon është pranuar? Shikoni, kjo edhe për namaz edhe për gjëra tjera dietarët kanë thënë kështu. Nëse ti e ndjen veten tënde se je më i konsoliduar shpirtërisht se sa para agjerimit, je larguar më tepër nga punët e liga, je shkuar më tepër je në rrugën e duhur, më kupton? Atëherë inshallah kjo është shenjë e mirë se agjerimi yt është pranuar. Dhe cila është veçoria më e madhe e Ramazanit që shpesh nuk e kuptojmë? Nëse mund të referohem në një pikë që nuk e kemi cekur në Shikoni, tash kjo është çështje hipotetike që nuk e kuptojmë. Ajo që duhet ta mendoj unë se pika kryesore e Ramazanit është edukimi. Pikërisht për një muaj edukimi. Edukohemi pra për të kryer këto veprime, edukohemi për adhurim, edukohemi për raporte solide shoqërore, edukohemi për humanitet, edukohemi për solidaritet,
edukohemi për nështrim ndaj Zotit, edukohemi për adhurim dhe devotshmëri. Atëre, përderisa më po shifet domethënë se nuk kemi më dhe të pyetje, realisht i patëm edhe disa, mirë po nga që i klasifikojmë disa prej pyetjeve, mundohemi që t'i marrim vetëm pyetje që kanë të bëjnë me temën, edhe pash që disa prej pyetjeve nuk ishin aq të rëndësishme, lere që nuk ishin edhe lidhur me temën, mirë po nuk ishin me ndonjë peshë, diçka që duhet patjetër ta dinë, dhe kështu që i lam ato. Nëse mund ta përmbyllësh shoqë nderuar legjërimin tanë me ashtu, pra ajo që mund të themi në fund është se të mundohemi sa më tepër të përfitojmë nga ky muaj. Allahu i Madhërisëm na ka bërë favore të shumta. Një prej këtyre favoreve është edhe muaji Ramazan, me begatitë e tij të shumta që na vjen për atë, të shfrytëzojmë atë, të përfitojmë nga ai dhe të dalim inshallah ne fitues, duke u mbushur me energji që edhe pas Ramazanit të vazhdojmë në rrugën e duhur dhe të jemi robër të Allahut, jo vetëm në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit, sepse ai është Zoti ynë, jo vetëm në Ramazan, por edhe jashtë Ramazanit. Dhe ne jemi robër të Zotit, e nuk jemi robër të Ramazanit. Allah ju shpërbleft dhe ju vogël nderuar për legjërimin e temës së sonshme. Është patjetër se do të është temë që na prek gjithë neve dhe të besimtarëve në një farë mënyrë apo tjetër. Por shpresojmë do që Allahu i Madhërisëm t'ju shtoj begatitë e tij mbi juve dhe familjen tonë dhe të gjithë të dashurit tu, dhe Zoti dash sukses në dunja dhe në ahiret, të bëhet për atyre dhe të cilët janë të gëzuar në ahiret me shpërblimin e Allahut të Madhërisëm. Amin, faleminderit edhe juve, ju dëshiroj të njëjtat inshallah. Allahu lëshoni pranoft adhurimet tona, agjerimin ton, namazin e çdo vepër të mirë inshallah. Shikues të nderuar, Ramazani nuk është vetëm një muaj dhe që kalon një kalendar. Ajo është një musafir i dashur që troket në zemrat tona për të zgjuar ato. Është një thirrje për të kthyer tek Allahu, për të pastruar shpirtin ton, për të falur ata që na kanë lënduar dhe për të kërkuar falje për gabimet tona. Nëse këtë Ramazan kemi qarë në sejdë, kemi ngritur duar në lutje, në heshtjen e natës, kemi ndjer butësinë e Kuranit në zemrën tonë, atëherë le ta ruajmë atë ndjenjë, le të mos jetë Ramazani vetëm një kujtim, por një pikë kthese. Sepse suksesi i vërtet nuk është vetëm të arrijmë Ramazanin, por të dalim prej tij më të mirë, më të pastër dhe më afër Allahut të Madhëruar. E lutim Allahun që të na e pranoj agjerimin, namazin, sadakan dhe çdo lutje të fshehtë që kemi bërë. Dhe lutim që dritën e këtij muaji ta mbajmë në zemrat tona gjatë gjithë vitit dhe pse jo dhe gjatë gjithë jetës. Allahu na bëj prej atyre që lirohen nga zjarri dhe që fitojnë kënaqësinë e tij. Me këtë mesazh po ju la të gjithë juve, e duke shpresuar se Allahu i Madhërisëm do t'ju merr në mëshirën e tij juve dhe të gjithë të dashurit tuaj, dhe të jemi të suksesshëm në ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.